Unë sot po du me demonstru një pitalk Me miell integral. me miell integral ose me drithrat plota e bume me tharm të fermentume në kushte shtëpie. Tharmi është i fermentume me ujë, një lugë mjalt për fillim ditën e parë, ujë të vakt, një lugë mjalt për shkak se sheqerin i ndihmon për fermentim, edhe miell njëjtë integral. Këto për 5 ditë me radhë, pasi që është miell integral mundet më shku deri në 14 ditë fermentimi. Po unë ju mundu me majt për shembull gjatë ditës, 2-3 herë gjatë ditës, ja kom ndez furrën pak 5 minuta, vetë sa mu voka ashtu mu bu ma nxehtë, edhe kom bështjell mirë që mos me kap temperatura qelçin, që me pas ambientin ma të ngrohtë, që me na u bu ma shpejt tharmi për me pas sot për studio. Më thonë se dicila prej djemve është, më një me afru, ishe edhe fluskat që veç kanë fillu me... Më thonë, kjo është tharm i krijuar në kushte shtëpie, fermentuar vetë, pa përdor atë brumin e bukës që e përdorin tharmin e bukës. Më thonë, kjo krijohet vetë. Mjalt, miell integral, edhe ujë të Po, fillon për shkak një filxhan ujë të vakt, një filxhan miell edhe një lugë mes me mjalt, edhe tani vazhdon të ushtu çdo ditë njëjtë. Për shembull, unë kom shtu ka 2 herë në ditë për shkak që e kom marrë temperaturë pak më të lartë, po nëse rrymë në temperaturë të ambientit shton çdo ditë, në momentin që e mrrim 50%, atër është gati për mu marrë sasia e parë. Që sasinë e parë që e marrim, na sot pe gatujmë, po nëse veç e kishim hek për me rujt, mujna me rujt frigorifere dhe njësër mujna me pregatit brumë me to. Dhe më thonë, çdo ditë vendos për me ditë ku e ke... Po, për me ditë deri ko. Dhe më thonë, sa, nëse ka arrit 50% që o rrit, kjo realisht që tash është gati me fillu me marë sasinë e parë të tharmit. Më thënë ushqejmë çdo ditë. Këtu ka me miliona bakterje të mira, mikroorganizma të mirë, që ndikojnë që edhe kur fermentohet po mënej buka, mi marti të gjitha ato vlera ushqyese.